Në zemër të fshatit Boboshtis u zhvillua aktiviteti Tregime Fshati, një fundjavë e veçantë që bashkoi traditën, shijen dhe mikpritjen karakteristike të zonës. Nga gatimet në Saçe deri te Rakia e Manit, gjithçka u përjetua me shumë dashuri edhe nga turistët. Bëjmë petën e parë dhe e gjellën, bëjmë petën e dytë, e spërkatim vetëm me ujë përsipër, kur bëhet në Saç nuk bëhet me lyrë përsipër, pjekim dhe pastaj e lyjmë me gjalp. Mos e dhësh asgjë, vetëm ujë, kripë edhe pak vaj, absolutisht asgjë tjetër. Gjëja e parë që kërkojnë lakror me Saç ose petulla të fshira. Anvisat boboshtare ndan sekretet e tyre të vjetra duke treguar se si gatuhet lakrori me dy petë, një nga traditat më të hershme të kuzhinës vendase. Vllau, kur më detyroj ke me gatu, ma bëj ke baçën mallin si kur pitet e nanës që i ka gatu. Me gjithë unë gjitha vjutëm pite, tash e mësova pizojës, lakror, burek, ku ta dione. Turistët nuk ishin vetëm spektator, por edhe pjesëmarrës aktiv. Ata provuan gatimet, por edhe mësuan vetë si të përgatisin lakrorin me dy petë, duke shijuar një përvojë unike e autentike. Jo bio, po super bio. Si që shkon edhe këto manat që janë këtu as krastiten, as spërkaten me asnjë lloj medikamenti. Dhe janë se i themine i ka krijuar Zoti këtu në Boboshtit, i ka mbjellë. Janë kazante rakisë dhe lëmë 3-4 ditë fermentohet. Ka shumë ëmbëlsirë dhe ka shumë aciditet dhe bën fermentin shumë shpejt. Ngjyra tani pse është dhe ngjyra jeshile rakisë të manit. Se këto kur fillon del pak jeshile, ka një nuancë, dhe atëherë thonë themine që ky kazan ka raki shumë. Dhe pastaj ngjyrën tjetër japi me gjethet e manit të bardhë. Në stendat e degustimit Rakia e Manit, krenaria e Boboshticës u servir në ngjyrën e saj jeshile karakteristike, duke rrëfyer historinë e mjeshtërve vendas që din ta përgatisin me kujdes e dashuri. Burrat e fshatit treguan me pasion procesin e përgatitjes së rakisë nga manat shumë vjeçar. Tregimi i fshatit solli një fundjavë plot aromë dhe shije, një rikthim te rrënjët dhe një ftesë për të jetuar traditën në frymën e kohës moderne.